Është çelur sezoni turistik në Bashkimin Minoritare të Pustecit, një nga destinacionet më të veçanta turistike që Juglindja ka. Parku Kombëtar i Prespës vitet e fundit ka përjetuar një rritje të ndjeshme të vizitorëve, sidomos të turistëve të huaj, të cilët ndjehen të mrekulluar me natyrën, liçenin, ishujt e Maligradit dhe kuzhinën tradicionale të zonës. Vetë turistët e pohojnë një gjë të tillë, ndërsa dhe operatorët tregojnë se në Pustec numri të huajve po rritet ndjeshëm. Jam nga Hollanda, është hera e parë këtu, jam për pushime, erdhëm vetëm një ditë, por njerëzit më mrekulluan, janë mikpritës shumë. Vi nga Selaniku, erdha këtu dje dhe ndjem shumë mirë, më pëlqeu gjithçka. Ka disa vite që ka marrë zhvillim të mirë, vim nga jashtë, turist nga Gjermania, Franca, motorist, ciklista, flejnë, në makina buzliqenit aty ku vetëm peshk duam dhe vetëm peshk kërkojnë. Patjetër, interesi turistëve është shumë i madh, hoteli punon me turistë të huaj, shqiptar tek resorti, kërkojnë ngatime tradicionale të zonës, peshkun dhe mishin. Për kryetarin e Bashkisë Pustec, Pali Kolevski, banorët e zonës e kanë kuptuar se turizmi është çelësi i ekonomisë së Parkut Kombëtar të Prespës dhe ata vetë janë orientuar drejt kësaj fushë. E para, domethënë, njerëzit janë bërë më të vetëdijshëm dhe kanë filluar që të ushtrojnë aktivitetin e bujtinave të vogla. Ka disa familje të cilat si vjet kanë shtuar kapacitetet akomoduese në konkretisht në fshatin Pustec dhe fshatrat e tjera, domethënë, për akomodimin e turistëve. Edhe normalisht kjo shoqërohet me shtimin e vizitorëve. Restorante patjetër, domethënë, ata, domethënë, kjo tregon që ka një fluks të shtuar në restorante, por këtu ngelemi që duhet patjetër ka akoma nevojë për të shtuar edhe ofertën. Që thotë që investime në më të mëdha nga sektori privat në rritjen e kapaciteteve për restorantet. Po, kjo ka, ne kemi parë që se vjet ka nisur një sezon turistik shumë i mbar, që mendoj që ka dhe një kërkesë të shtuar nga turistët. Shiko, Prespa zakonisht nga dy palët të vendet të huaj, por të huajt janë bërë tashi, le të themi, shumë të rregullt me agjenci turistike të cilët sjellin turistët të huaj, të cilët vizitojnë edhe atraksionet, edhe provojnë kulinarinë e Prespës. Njerëzit janë bërë më të vetëdijshëm dhe kanë hapur bujtina të vogla. Janë disa familje që kanë shtuar akomodimet për turistët. Kjo tregojnë se ka një fluks të shtuar, ka akoma nevojë për më tepër oferta, investime më të mëdha nga sektori privat tek restorantet. Ne kemi parë se këtë vit ka nisur sezoni turistik i mbar, të huajt janë shumë të rregullt me agjenci turistike. Ishulli i Maligradit dhe kisha historike e saj në Pustec dhe Muzeu i Stereospases, Gorica dhe ujrat e liçenit të Prespës që lagin 3 shtete janë vetëm pa nga ato që kjo zonë ofron, duke e kthyer në një nga destinacionet më të kërkuara të turistëve të huaj që vizitojnë Juglindjen.